Është hedhur shorti i turit të parë kualifikues të UEFA Conference League. Goglat kanë përcaktuar që Vllaznia të përballet me Malishevën e Kosovës. Ndeshja e parë do të luhet me 9 korrik në Shkodër, ndërsa sfida e kthimit me 16 korrik. Në fakt, këto dy ditë kanë qenë shumë intensive për Vllaznin, pasi përveç përgatitjeve që po bëhen për ndeshjet europiane, ka patur zhvillime të rëndësishme edhe në merkato. Kuqeblut kanë siguruar shërbimet e mbrojtësit kroat 25 vjeçar Bruno Brajković. Ky i fundit është zyrtarizuar nga klubi me një kontratë 1+1. Brajković luan si mbrojtës i djathtë, por mund të aktivizohet edhe në krahun e majt, duke dhënë më shumë alternativa stafit teknik për sezonin e ri. Ndërkohë Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar vendimin e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës lidhur me një detyrim financiar të prapambetur ndaj ish-futbollistit të Vllaznisë Liridon Latifi. Klubi shkodran ka afat 30 ditë për të shlyer detyrimin dhe për të shmangur masa të tjera disiplinore nga organet kompetente. Nga ana tjetër, ish-mbrojtësi i kuqebluve braziliani Andri Jago ka nisur zyrtarisht aventurën e re të Egnatia. Pas largimit nga Vllaznia i ka firmosur me kampionët e Shqipërisë dhe ka zhvilluar edhe stërvitjen e parë me skuadrën e re. Kështu Vllaznia, pasi ka mësuar kundërshtarin në Europë, do të vjojë përforcimet, ndërsa nga ana tjetër duhet gjetur një zgjidhje e shpejtë për merkaton e bllokuar, në mënyrë që futbollistët e afruar të federohen dhe të jenë gati për turin e parë kualifikues të UEFA Conference League.